Sa kafe i pen në ditë? 70 pa tu. Nëse je asi që të ditën i pen 70, kjo vedje është për ty. Sa do që na pëlqen edhe na duket që po na jap energji, konsumimi i tepërt i kafës i ka rreziqet e veta dhe një ndër to është ankthi. Një meta-analizë ka treguar se konsumimi i tepërt i kafës lidhet me rritje të ankthit, e sidomos nëse kalohet doza mbi 400 mg, që i bjen me i pi ma shumë se 4 espresso në ditë ose 3 deri 5 kafe të zakonshme. Truni jon e prodhon një kimikat me emrin adenozin, i cili na ndihmon me u ndje i lodhur edhe i përgjumur. Kafeina e bllokon prodhimin e këtij kimikati edhe si pasojë ne ndjehemi më energjik edhe më vigjilent. Në këtë studim, dozat të vogla të kafës kishin ndikim mesatar në rritjen e ankthit, ndërsa dozat e mëdha kishin ndikim shumë më të fortë, madje edhe 3 fish më shumë. Edhe pse na pëlqen shija e kafës, edhe duket që po na ndihmon për koncentrim, nëse se merret më shumë se 400 mg në ditë, mundet me shkaktu ankth dhe agitacion, rrojë të shpejta të zemrës, probleme me gjumë ose insomni, edhe probleme me tretje. Konsumimi i kafës në orët e pasditës mundet me i shty orarin e gjumit për disa orë. Bile nëse pen kafe ose konsumon kafeinë me një formë tjetër, mbas orës 15, kafeina mbetet në trup deri mbas mesnatës. Në fakt, Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton se gjatë pandemisë ankthi është rrit për 25%, edhe një pjesë të fajit ja lën kafës. Gjatë pandemisë, konsumimi i kafës është rrit më shumë, që nënkupton se është rrit edhe ankthi. E ti sa kafe i pen në ditë? Kallëzëm komente edhe për ma shumë video si kjo, bëja subscribe Urbanit në YouTube, pse jo në krejt platforma tjera.